Ndodh radhëherë, por Sali Berisha dhe Edi Rama bien dakord, duke qenë kundër kërkesës për rritjen e pagave të gjyqtarëve. Kreu i PD-s thotë se për të marrë drejtësi sot duhet të paguash mijëra euro apo miliona në rastet e grupeve kriminale. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rrit oreksi. Qofse gjeni një qytetar që u thotë se po mecen procesi gjyqësor pa ryshfet, urdhoni dhe tërëzojmë këto. Por sot ju garantoj se ryshfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Sidomos me shumat e pamasar, kolosale, nuk është vendi për 7.000 euro, për ata që flenë mbi dosje krimi, si që flenë Altin Troplini. Më thuj mu t'i pak, ku është poja? Ka një jetim për pojnë ku shë kur erdi puna për Francesc Qopja, Frank Qopjen, shumë bukur. Shkoj gjerë sa ti mirë të telefonin Prodz, se i tha Prodz ti e ke njoftue. Prodz është një matrix, kjo s'ka si diskutim. Por problemi është se s'kishtë njoftuar Prodate, e kishtë njoftuar nga ndërtesa e skapit. Berisha komentoi edhe nisjen e përballjes së tij me drejtësinë për çështjen Partizani. Personalisht ne të interesuarit dhe trupa e avokatë e mbrojtjes nuk ka gjerë sot në dorë vendimin e marrë nga gjykatësia që ka dërguar çështjen për gjykim. Nuk kemi vendimin. A mund të imagjinoni ju? Edhe kjo ndodh. Të gjitha tjerat do të përcaktojnë konsulta me avokatërit. Teksa vazhdon të akuzojë Ramën për lidhje me grupet kriminale, të cilat sipas tij përdorin në zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha tha se kryeministri shqiptar ka lidhje edhe me mafian që vrau në Kolumbi kandidatin për zgjedhjet presidenciale. Ka përdorur banat më të rrezikshme, të cilat tashmë janë bërë famzeza edhe në atentate politike ndërkombëtare, siç ishte vrasja e kandidatit të opozitës në Kolumbi. Mos harroni se dritanxhikat i kanë fjet të Gysha Gasu dhe Edi Rama, tek pojat, tek çelët. Para 3 ditësh, para një jave, u godit kandidati i opozitës, kandidati për president në Kolumbi, dhe presidenti tha mafia shqiptare, tregoi dhe emër personi. Njerëz të lidhur me Edi Ramën janë rrezik ndërkombëtar sot. Ai u bëri thirrje kandidatëve demokratë, të cilët kanë dyshime se vota e tyre është tjetërsuar gjatë numërimit, të kërkojnë transparencë deri në fund. Ata që dyshojnë se u janë devjuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo, nuk vjen nga kjo, po vjen sepse partia respekton plotësisht të drejtën e transparencës si drejtë e patjetërsueshme e individit.